Po mirë më, po si i bën dhe Zoti kështu mas kur ka pjell ose lala, shkë se qënje e shëmtuar, që surrati është e ka pikturuar imoralitetin, poshtërsinë si ata personazhet e filmave me spiun, personazhet e urryer të letërsisë botërore që janë para. Se në korrjetu. Do ikin vend tjetër, që do ikin vend tjetër, pa shtëpi, të rri vend tjetër dhe këtu mos të rrinë. Këtu është vend e popull. Nuk jetu ato. Po kush o gëzuar o lalë, a dhe vështin ndarë, në skajnë tuf, pinë, i shimë rodë, do marë lali i pjatë zrak lavat, ullja, shita, dip, limonata, birra, qa do karja. Themi që Iliri nuk ka ndënjur një sekond pushim. Paralelisht po shohim edhe Adionin edhe Olën që po kthehen në ferm, janë në rrugës duke u kthyer nga das. Do, ato të bësh produktin tonë artistik ku do. Po shkojnë në tualet, bëj një produkt. Nuk kam kohë fare për ty. Hika, paçi. Lam të mirë. Do, ato të bësh produktin tonë artistik ku do. Po shkojnë në tualet, bëj një produkt. Nuk kam kohë fare për ty. Hika, paçi. Lam të mirë. Okej, tani bën sens se kam parë këto 2 ditë që ka dalë lajmi që e dashura e Adionit jashtë është Diona Fona. S'po kuptoja nga doli ky si lajm, po tani make sense. Nga doli si lajm. Ju e dini? Qa bëjmë ne mjesht dregtar? Raza e maneti! Kush e ti? Qa bëjmë ne? A ke dikë jashtë o Adiona o s'ke që ka për? Nuk do thama s'kan jashtë. Nuk e ka. Tani e ka apo se ka Diona? Një sekond, atëherë që ta sqarojmë. Mos e ka dhe imagjinare. Ti nuk ke një të dashur. Si ka imagjinare votë Ti që dashuron jashtë. Po, tha. Jo, ka jo. A ju duket normale tani Adioni që ka dikë jashtë dhe Po është një person që ti lidhje nuk ka dashuron thot. me cilin nuk je lidhur akoma. Jam konin lidhje. Është dashura me ishte dashurën e ti. Jo. Tha duket. Po, është akoma Jo që sheni ka thunë ju, se mundet me ikë shumë shpejt. Po që Adioni e pas ka mjekrën si Vanessa e keni vënre? Unë që ose një person nuk shkon atje, digjem gjithë, po s'ka për kështu që e keni kohë, mos e diskutoni. Çmimi i madh. Po letë për gjysmërë për plasë. Ferma jon s'ka pas kështu dënime. To kanë. Duke se ka shkuar në 185.000 euro. A ju duket normale?